Mirëmëngjesi, nashta që tash nuk kam mirëmëngjes për juve, po për mu që tash jem qosht mirëmëngjes, është herët. Sot ka ardhur koha m'ja u tregu produktet korane që unë i përdori për fytyrën tem. Për momentin nuk kam kur gjon fytyrë edhe vesh këshonet shumë bizlon prej dieshe që i kom përdor. Kështu nuk janë krejt produktet që unë i përdori, po janë disa që kum dasht mi nda me juve. I njëra në gjendje tem se në pijama, jam pa ly, i kam flok qështu, se sot ka ardhur dita që unë kam i bo. Vazhdojna pak të flok. Tani kthehemi prapë të produktet e fytyrës. Sot ka ardhur dita për mi bo flokt me vaj, se kam i la, edhe tash unë dohet mi marrë qështu, edhe m'ja u qit pjesëve ku mu kanë dëmtu ma shumë prej planqet. Zonin pas ka i krejt, sa një ma i keqe që ka me shumë studio, edhe nuk e di se qysh ka me kënu, po nejse. Qëto pjesë qëto i kapi pak ma shumë edhe ju bëj masazh. Qëto. Nuk po kam qef m'jam tërgu vesh produktet e fytyrës, po dhe të flokëve, se qysh i kum këfill që mi pas që ka shtrasha mas tëna ati blanjë që ja kum qit, edhe për krejt qika që jeni të mvetë për ngjyrën e flokëve, besëm në nuk e di veç kur shkoj për me i la flokët e doni, ka me pyet edhe m'ju tregu gjithë qysh. Qëri ka qurrelat. Në gjëna që kum drejtu me keratine, si kum blon flokët e mija, o zot. Vajin tjetër që është prej kundalet, është për flokët fata. Këta më shumë përdore dhe para dhe maskën e përdore qështu si maskë dhe ka një erë shumë të mirë për flokë. Unë i qas qëto qështu. Me folna bashk. Shampunin që e përdore unë qëto kohë është shky me kafein edhe bile tash është në zbritje. Mëni me gjejt tek Farma, është i kundalet, edhe është me kafein. Edhe ma e mira për kësoj se për krejt llojet e flokëve. Edhe kjo ndihmon për flokët e thatë, për flokët e dëmtuar, edhe për mirë paru flokët. Tjetra, kjo është protein bonding. Kjo është protein për flokët, do me thonë për krejt flokët që janë tepër dëmtuar edhe flokët që janë që qelen ka 2 fije. Kjo që ato 2 fije ta bën 1 fije, ma saksisht m'ja u tregu. Edhe kjo ta ushan flokën tepër mirë dhe ta bën flokën një farë dëndësie të bukur ta jep, edhe mas si t'i lojsh kemi pas flokë tepër të buta. Që kjo e di që u kanë shumë viral, si është e përngjashme me maskën Fino, edhe çmimi i saj nuk është shumë i shtrejt, kështu që mëni me marr. Tjetra është që kjo për skalpin, që dosh me përdor bashkë me këto, kur tjetu i la flokë, mas i bën me shampon, dosh me qit këto të skalpi, këtë pjesë, dhe masazhu me këtë kronin. Edhe mas kësoj tani vjen protein bonding. Okej, u kretën këto të flokëve. Ka koha për produktet e fytyrës. Unë, pja u të regoj vesh disa prej tyre, një moment tjetër ja u të regoj disa tjera. Unë qëto dyja i kum përdor gjithë bashkë. Që kjo është Nacifek, është booster toner për fytyrë. Kjo ta lem fytyrën shumë smoothing, edhe përparësia e saj është me pas fytyrën shumë të butë. Edhe në që se përdor me këta, kjo është Nacifek Milk, ampulle milkut. Edhe në që se përdor këta, një përpëzoj që të dyja mi përdor bashk. Të dyja bashk të hapi një brightness në fytyrë dhe një shkëllqim shumë të bukur edhe ta bojnë fytyrën tepër të butë. SPF-i, për SPF-in e dene, unë e dimrit nuk është shumë që e përdore, po në që se shot që ka pak djel e qes, edhe pse do të dimër verë prap me përdor, po nuk e di, nuk jam shumë e rregullt ndaj SPF-it kone dimrit, a verës po. Kjo është për pikat e zeza të huna, edhe në qëtë pjesën që të e përdore në mas shumëte, po normal ku keni pikat zeza, këta mëni me përdor një herë, derin 2 herë në mujt maksimum, edhe kur të përdone keni kujdes me fuqen se mëni me lëndu hunën, mënet mi u buna isha e bukur, për nuk është diçka shumë e madhe. Qëto, kjo e retinoli për nërsy, edhe këto e night patches me jarë kërmillet. Këto dyja, unë i kum përdor bashk, e kum qit një ere këta, tani për shambull për kur kum ra me flajt natën, e kum vendos të natën në sy, edhe kjo ma ka jap një regenerem syve dhe më ka ndimu gogja shumë për me hik rafëzi, po ma shumë më ka ndimu kjo. Edhe është që kjo tjetra që nga kum nis me përdor që në qëdo muj, edhe më ka pëlqy, është shumë e mirë, kjo është edhe për nana tona, edhe për moshën ma vjetër, e propozoj këto ma shumë. Për moshën ma vjetra, po edhe për moshën atria, kjo ndihmon edhe për rruga. Tjetra, edhe kjo është me jarë kërmillet, edhe kjo ka me t'jap natural glow, ka me ta jap një healthy skin, edhe ki mu duk shumë young. Keski young, ki mu duk young. Kjo tjetra u konë, momentin kur ma kanë bu analizën e fytyrës, qëta edhe qëto 2 tjerat, mi kanë qitë mi përdor, që ne kam fytyrën pak thot, edhe kjo më kanë ndihmu për mos me pas lëkurën e thot.
Kjo është një mask me orez, që shpeshon e ku marrë krejt. Kjo ma ka jap shumë glow skin, poret i ka minimizu. Edhe ma ka bo shumë moisturizing ftyrën, edhe për një me, one nuk është që kum pas ftyrën që ka të pastër, se kur jem ka në vogël kum pas akne që të pjesën që knaj. Edhe atë ko, une kum përdor Cikaplastin. Po tash e di që këta mëni me përdor si mask, mëni me përdor ku keni akne, e merr një shtres dhe jo shumë të madhe, edhe qetni edhe e lani si kur pulla në përftyr. Këto ndryshëm është me përdor edhe në make-up për me pas një glowy skin. Edhe kjo ndihmon domethënë me akne, me puçra, edhe është the best seller në krejt vendet. Domethënë krejt çto produkte që ja u tregova këtu mëni me gjetë kë forma, edhe besoj që tash kanë zbritje, mëni me shku mi këqyr, edhe shkoni te Koforma, merrni këto produkte, vizllani çdo ditë, do koni bukur. Produkte nuk janë veç për çika, këtu janë edhe për djem, janë edhe për baballar ton, edhe për nana tona, edhe kushdo që ka problem me ftyrën, mëni me shku te Koforma me bo analizën e ftyrës dhe kemi dalë të kënaqur. Unë tash nuk po qes kur gjon ftyrës, të kam i la flokt, e mas t'i laj flokt e vazhdoj me rutinën tem. Nëse kam kohë, kam i bën një video t'u i stilu flokt edhe t'u i përdor produktet e ftyrës. Unë ju dua, edhe shihemi herën tjetër me produkte të reja.